Egli Tako duke se nuk gjen qetësi nga sytë kurreshtar të publikut dhe mediave roz. Pasi hodhi poshtë disa herë aludimin për romancat e reja, pas ndarjes së saj të bujshme nga këngëtari Gjesti, një tjetër thashë të themi fort ka pushtuar rrjetin. Këtë herë fansat po dyshojnë se ajo ka nisur një lidhje me ish-banorin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Redon Beranin. E gjithë kjo zhurmë është ndezur nga disa detaje që ndjekësit i kanë parë në fotot e tyre. Provat e rrjetit lidhen me makinën e Redonit. Në njërë nga fotot ai shfaqet duke pozuar pranë një foristrate të zezë Mercedes G-Class. Ndërkohë Egli ka publikuar imazhe pikërisht pranë një makine të tillë të zezë, si dhe një foto tjetër mjaft provokuese ku shfaqet e ulur brenda automjetit. Por për momentin e gjitha mbetet në kuadrin e aludimeve të publikut. Kujtojmë se Egli dhe Redoni krijuan një raport shumë të afërt dhe miqësor në ditët e para të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por rrugëtimi i tyre u nda pasi Redoni kërkonte të lindte shtëpinë për shkak të presionit. Vetëm pas daljes së tij, Egli nisi romancën e saj me Gjestin. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.